Fabiona, të përshëndes. Të përshëndes, Ada, atëherë teksa në ndajnë më pak se 3 minuta nga përfundimi orarit zyrtar të procesit të votimit, unë ndodhem në fakt në KZZ numër 50 të Elbasanit, aty ku duket se nuk ka radhë qytetarësh dhe duket se procesi do të përmbyllet. Por ndërkohë nga ana tjetër duhet marrë parasysh edhe fakti se është një qark me 508 qendra votimi dhe ne do të jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe pas këtij raportimi me sekretarët e KZZ-ve për të marrë informacione se çfarë do të ndodhë me qendrat e votimit dhe nëse ka shtyrje të orarit zyrtar në rast se ka radhë nga qytetarët. Megjithatë, ajo që vlen për të theksuar është përqindja e qytetarëve të cilët kanë votuar ditën e sotme deri në të paktën deri në orën 18:00 është rreth 40%. Pra konkretisht kanë votuar 75.327 qytetarë të qarkut e Elbasanit nga 331.859 që janë në total. Vlen për të theksuar në fakt se një detaj interesant është se Librazhdi është bashkia me të cilën ka më shumë me përqindjen më të lartë të qytetarëve të cilët janë drejtuar qendrave të votimit për të shprehur vullnetin e tyre në këto zgjedhje. Ndërkohë ndiqet edhe nga Gramshi, pra këto janë dy bashkitë e qarkut e Elbasanit me përqindjen më të lartë të votuesve. Ashtu siç e thash, shifrat duken ende të ulta, por megjithatë do të kemi se ajo çfarë e bën diferencën në fakt janë qendrat e votimit të cilat nuk janë raportuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ashtu siç e thash, janë 508 qendra votimi, nga të cilat janë raportuar vetëm 274. Pra i mbetet orëve në vazhdim për të parë se çfarë do të ndodhë dhe në raportimin final të gjitha qendrave të votimit për të pasur edhe një panoramë të qartë se sa votues kanë qenë në qarkun e Elbasanit. Ashtu siç edhe kemi përmendur më herët gjatë ditës, ka qenë një proces relativisht i qetë, ka pasur disa problematika të vogla, edhe raste të vogla incidente sporadike, por të cilat nuk kanë cënuar procesin zgjedhor. Ajo që vlen për të theksuar është se në Labinot procesi i votimit ka filluar rreth 3 orë me vonesë, ndërkohë në disa KZZ dhe qendra votimi ka pasur mungesë komisionerësh të cilët nuk janë paraqitur, por të gjitha janë administruar nga ana e institucioneve, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, pasi ka pasur edhe quorum, kështu që procesi ka vijuar i gjithë normalisht. Sigurisht që ka pasur edhe përplasje të vogla midis palëve, por asgjë e rëndësishme dhe të paktën nga kontaktet dhe nga vëzhgimi që ne kemi bërë në terren, duket se asgjë nuk ka qenë problematike për të kërkuar edhe përforcimin ndoshta të policisë së shtetit, pasi kujtojmë se është një proces i cili monitorohet nga policia e shtetit, të cilët janë të gatshëm për çdo parregullsi. Në fakt ka pasur vetëm një zonjë të arrestuar në qytetin e Elbasanit për fotografinë vote, megjithatë ajo shprehur se ka bërë diçka të tillë gabimisht. Nga ana tjetër kemi pasur edhe praninë e 2 prokurorëve të strukturës së posaçme SPAK, të cilët kanë zhvilluar një takim në prokurorinë e Elbasanit për të siguruar që procesi do të shkojë mirë dhe për të shmangur çdo parregullsi dhe cënim të procesit zgjedhor. Tash më duket se ora ka shënuar 71 minutë nga mbyllja zyrtare, ne do të shohim në fakt mund të shohim që nuk ka më qytetarë të cilët janë paraqitur pra më tej, kështu që duket se është zyrtarisht i mbyllur procesi i votimit, të paktën në qendrën ku ndodhem aktualisht, por sigurisht do të jemi në kontakt në vazhdim për të parë se si do të shkojë situata në të gjithë qarkun e Elbasanit. Patjetër, informacione nëse ka ende dhe nëse do të ketë ende qendra të hapura, duke qenë se përmendë rastin e Labinotit që ka nisur procesi i votimit gati 3 orë me vonesë. Mirë, ishim me gazetaren ton Fabiona Pasho nga qarku i Elbasanit.